Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak mbi disa thashe theme. Jemi pikërisht në rubrikën e thashe themeve, për të folur për personazhe, për castin e ardhshëm të Big Brotherit, po përgatitet një super spektakël, do me thënë me pikpyetje. Ju e dini që Ledioni dhe Sara, kur bëhet fjalë për spektakël, kur bëhet fjalë për show, janë të parët edhe nuk mund t'i poshtë asnjë njeri. Do me thënë janë personazhe të lindur për këtë rrugtim, janë të lindur për këtë punë, Ledioni dhe Sara. Kanë qenë të shumta pyetjet, Hamo Tiron, ke marrë vesh gjë? Qa po ndodh? Kush është personazhi publik që do t'jetë pjesë e Big Brotherit? A ka ndonjë banor që është zbuluar? Po ndonjë ish banor? Po mos ka ndonjë nga Big Brother Kosova? Qa po më tani? Tani, unë kam arritur që të marrë disa informacione, do me thënë këto janë thashe theme që po fliten lartë edhe poshtë, por fillimisht njerë dua t'i ndaj tek ju si thashe theme, që një nga ish banorët e Big Brother VIP Kosova pikërisht të sezoni që përfundoi, do t'jetë pjesë e Big Brother VIP Albania dhe bëhet fjalë për Arditin. Arditi, banori ish Big Brotherit, do me thënë një banor tepër interesant, një personazh që unë e them gjithmonë që Arditi nuk pati mundësi që të shpreh atë vlerën e tij në Big Brother VIP Kosova, sepse të tilla u ndërtuan skenat që Arditi mendojon që u mbyll në vete dhe nuk e dha atë energjinë e pozitivitetit, nuk e dha atë energjinë e artistit që Arditi e ka, nuk e dha atë forcën që e ka brenda vetes, dhe nga informacione që kam unë, do me thënë informacione jo zyrtare, gjithmonë duhet ta them, Arditi është pjesë e Big Brother VIP Albania në këtë cast. Po që se është e vërtet, unë mendoj që për Arditin do t'ishte diçka fantastike, sepse mendoj të qenurit në një eksperiencë të njëjtë dhe të rikthyerit në një eksperiencë edhe më të fuqishme, siç është Big Brother VIP Albania, mendoj që Arditi do t'i nxjerrë një dimension që ne nuk arritëm dot t'ia shohim në Big Brother VIP Kosova dhe Arditi do t'na lërë të gjithëve pa fjalë. Do me thëmë përflitet që Arditi ka nënshkruar një kontratë me produksionin e televizionit Top Channel, konkretisht me produksionin e Big Brotherit, dhe do t'jetë pjesë e këtij casti. Si e komentoni këtë lajm?